Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të Partia Demokratike e Shqipërisë, zhvilloi një vizitë 3 ditore në Berlin ku takoi personalitete të larta gjermane për çështjet e integrimit evropian të Shqipërisë. Ai u përgjigj Edi Rama, i cili kishte quajtur deputetët demokrat mërgata e qyqeve në Berlin, duke theksuar se pengesat për integrimin vijnë 100% nga qeveria dhe mazhoranca aktuale. Fatkeqësisht 100% e pengesave, 100% e problemeve janë shkaktuar nga qeveria dhe nga mazhoranca aktuale qeverisës. Prandaj do duhet bëhemi të gjithë bashkë së pari për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një qeverisje të përgjegjshme që punon për interesin publik dhe punon për integrimin e Shqipërisë. Bardhi dhe deputetja Tabaku theksuan shqetësimin se shqiptarët duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, por veprimet e qeverisë Rama po i largojnë nga ky qëllim. Integrimi në Bashkimin Evropian nuk është propagandë, por standarde dhe merit. Dhe sot këto standarde po shkelen nga Edi Rama. Barazia përpara ligjit po shkelet dhe korrupsioni po merret në mbrojtje politikisht. Vizita u fokusua gjithashtu në vlerësimin e mbështetjes që Gjermania i jep procesit integrimit të Shqipërisë dhe në nevojën për të ndërtuar institucione funksionale dhe një proces politik të qëndrueshëm që përputhet me standardet e Bashkimit Evropian.